Një vendim i rëndësishëm i drejtësisë franceze ka rikthyer në qendër të vëmendjes të ardhmen politike të lideresës së djathtës ekstreme, Marine Le Pen. Gjykata e dënoi Le Pen në çështje për korrupsion me 3 vite burg, nga të cilat 2 janë me kusht, ndërsa 1 vit duhet të thuhet në mbikëqyrje me byzylyk elektronik. Megjithatë, gjyqtarët vendosin që ndalimi për kandidim në zgjedhje të konsiderohet pothuajse i përfunduar. Si rezultat, Le Pen nuk është më e përjashtuar nga gara dhe ligjërisht mund të kandidojë në zgjedhjet presidenciale. Vendimi i lë asaj një zgjedhje të vështirë, të hyjë në garë duke mbajtur byzylyk elektronik ose të heqë dorë nga kandidimi. Vet Le Pen kishte deklaruar më herët se nuk do të kandidonte për presidente nëse do të detyrohej të mbante një pajisje të tillë. Sipas analistit politik të Reuters, Michel Rose, gjykata ka synuar të shmang akuzat se po ndërhyjnë në procesin demokratik francez. Në këtë mënyrë, gjyqtarët shpallën fajësinë e saj, por ja lanë vetë në dorë vendimin nëse do të vazhdojë garën për presidencën. Çështja kishte tërhequr vëmendje edhe jashtë Francës. Presidenti amerikan Donald Trump dhe figura të tjera kishin kritikuar më herët drejtësinë franceze, duke pretenduar se një ndalim kandidimi mund të ndikonte në zgjedhjet presidenciale. Marine Le Pen pritet të ndalë në një intervistë televizive në orarin kryesor të mbrëmjes, ku pritet të bëjë ditur vendimin për të ardhmen e saj politike. Deklarata e saj pritet me interes të madh, pasi mund të përcaktojë drejtimin e së djathtës ekstreme franceze në prag të zgjedhjeve presidenciale.